Shkurtja dhe shyhritja u po në të njëjtin vend, a kishte komunikim mes tyre? Shkurte Veza dhe Shyhrete Behluli, dy prej emrave më të mëdhenj të muzikës popullore shqiptare, janë parë sot në të njëjtin vend, në Mushtisht, me rastin e përurimit të shtëpisë së kulturës Aferdita. Në një prononcim për te shtat, kryetari i komunës së Suharekës Bale Muharremaj tregoi se shkurtja e shyhretja ishin të lumtura që morën pjesë në këtë organizim. Festat i bashkujnë njerëzit, andaj sot janë bashku këngëtarët dhe partitë politike në Suharek. Këngëtarët kanë marrë fjalën dhe i përshëndetën të praneshmit. Ishte shprehur kryetari i komunës. Kujtojmë se shkurtja dhe shyhretja kanë vite që e kanë ndërprer raportin e mes tyre. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.